pa dëgjuara, deputeti i opozitës u kërkonte llogari shqiptarëve se pse protestojnë. Jeni apo s'jeni për Flamingo, tu thaj. Nëse s'jeni, ç'pun keni në protest? Pastaj shtru pyetjen pse pasqyrojnë mediat botërore kaq shumë këtë protestë, ndërkohë që edhe opozita ka protestuar, po s'është mediatizuar kaq shumë. Të gjitha pyetje legjitime të dikujt që se kupton se këtij sistemi të kalbur po i vjen fundi. Ju jeni kundër zhvillimit, na thonë këta që kanë marrë përsipër na mbushin mendjen se në Shqipëri nuk ka arsye për të protestuar. Asnjë shqiptar nuk është kundër zhvillimit, asnjë shqiptar nuk do që ta shohë Shqipërinë të pazhvilluar. Por ky që ju i vini emrin zhvillim, ky betonizimi me vila private që është bërë Bregdetit Jugut, ky nuk është zhvillim, është gardhim. Është një gardhim që shqiptarën e thjeshtë e mban larg nga bregu i detit, atë që zbret nga mali për të ngulur çadrën në rër, siç tha kolegja juaj strategjike. Vilat private nga palasa në Dërmie mëtej nuk i sjellin asgjë komunitetit lokal, nuk i japin thuajse asgjë ekonomisë shqiptare, janë thjesht bloqe banimi anës detit. Janë vila për të pastruar parat trafikante kokainës, janë vila që mund t'i blej edhe ndonjë pasanik nga ana tjetër e globit, e që mund të mos shkel kurrë nga këto anë. Ky nuk është zhvillim, është thjesht përfitimi i atij që ka grabitur tokën nga fshatari për t'ia vënë dispozicion investitorit dhe përfitimi investitorit që shet vilat dhe hotelet. E meqenëse po flasim për hotelet, nuk mund të jetë hoteleria sektori i vetëm i ekonomisë shqiptare. Edi Rama në pozicionin e sheikut synon që ta kthejë Shqipërinë në Dubai, madje së fundmi e krahasoi ekonominë shqiptare me Maldivet, një arqipelag ishuish në Oqeanin Indian që ka 500.000 banor, e që detyrimisht do mbijetojmë nga turizmi. Po Shqipëria është e pozicionuar në udhkryqet detare të mesdheut, ka burime ujore pafund, ka toka pjellore pafund, ka vendburime të nëntokës pafund, ka njerëz që dashurojnë dijen dhe arsimin pafund. Sigurisht, kur ujin e marrin hidrocentralet me kapacitet zero, kur fondet e bujqësisë i vjedh ministrja e Akademisë së Barinjve, kur naftën dhe mineralet i kanë grabitur gangsterë oligark, dhe kur truri i vendit e braktis Shqipërinë, si të ishte një hemoragji e vazhdueshme, atëherë afërmendsh që do të bazohesh te pastrimi i parave përmes rezorteve luksoze që i vijnë në dispozicion turizmit. Nëse ekonomia shqiptare nuk diversifikohet, atëherë padyshim që është e ekspozuar ndaj konfliktit të parë në lindjen e mesme, ndaj rritjes së çmimit naftës, ndaj virusit të radhës. Prandaj ky zhvillim që na e shtroni përpara është në shërbim dhe për përfitim të pakujt, por jo të ngritjes së ekonomisë shqiptare. Po kur turizmi si turavrap, jo turizmi i qëndrueshëm i menaxhueshëm, vën në rrezik natyrën tonë dhe trashëgiminë tonë kulturore. Kur turizmi rrafshon pyjet, shkatron dunat e rërës dhe ekosistemin, kujt i shërben ky turizëm? Kur mbulon me betonet e velierave mrekullitë arkeologjike të Durrësit, kur mëton t'i kthejë edhe kalat e vendit në kazino ku të dëfrehen paralind, kujt i shërben ky turizëm? Vendeve të reja të punës, na thon idhtarët e Edi Ramës. Cilat vende pune? Kamarierët dhe pastruesit. Kjo është aspirata e të rinjve shqiptar. Për këtë shkojnë në universitetet më të mira të botës shqiptarët, për kamarierë dhe pastrues. Këto vende pune tashmë i kanë marrë përsipër hallexhinj edhe më të rropatur se shqiptarët. Emigrantë nga Bangladeshi e nga Filipinet, ata që keq trajtohen e abuzohen në Shqipëri edhe më keq se çka ndodhi me emigrantët e parë shqiptarë në vitet 90 në vendet fqinje. Edhe më brutalisht u konfiskohen pasaportat, nuk u paguhen rrogat, abuzohen dhe nuk kanë zë të tregojnë se çfarë po ndodh. Këto vende pune tashmë janë zënë, por në Shqipërinë, pas sindikata me të cilën krenohet Edi Rama, këto janë vende pune për hallexhinj. E shqiptarët meritojnë më shumë se sa të jenë shërbëtor të paralinjve në për rezorte luksoze që kanë ndërtuar trafikante drogës në ortakëri me Edi Ramën. Meritojnë më shumë se sa ky vizion distopik. Prandaj janë në shesh në momentin që po flasim. Që të sqarohem, nuk jam duke folur kundër turizmit, si burim i rëndësishëm në ekonomi dhe si motor që tërheq me vete edhe sektorët e tjerë të ekonomisë. Turizmi shqiptar ka potencialin që të rrisë produktivitetin e bujqësisë, të shtyjë përpara sofistikimin e proceseve të prodhimit në industri, të çojë përpara shërbimet e kualifikuara. Por që kjo të realizohet, Shqipëria ka nevojë për një vizion zhvillimor që shkon përtej spekulime financiare të sektorit imobiliar, spekulime të cilat e kanë bërë tërësisht të pamundur për qytetarën e thjeshtë
që të përballojë koston e një apartamenti banimi. Që kjo të realizohet, Shqipëria ka nevojë për një qeveri të pakorruptuar, për një treg konkurrues të çliruar nga monopolet, ku kapitali huaj të ndihet i sigurt dhe i mbrojtur në investimin që bën nga interesat e oligarkëve, ku çështja e pronësisë nuk shoqërohet me konflikte që zvarriten në gjykata për dekada të tëra. Shqipëria ka një nevojë për një epokë të re, të cilës i ka ardhur koha. Kriminal, me suelqelat, e metroplinët, e me gjithë me radhë, ndërkohë që efektiv të ndershëm dhe thjesht të vendit ton humbin jetën në përballje me kriminalët. Pra nuk kemi të bëjmë me disa individ që kanë shkelur ligjin. Kemi të bëjmë me një industri kriminale që nuk mund të funksionojë pa bashkëpunëtor brenda institucioneve dhe ka zero përgjegjësi brenda institucioneve për këto çështje. Zero përgjegjësi. Kush i firmosi këto dokumenta? Kush i verifikoi këto kontrata? Kush i lejoi këta persona të hynin dhe të qarkullonin? Kush i mbylli syt? Opozita prap. Kush i mbylli syt? Sepse sa herë që zbulohet një skemë e tillë, del se problemi nuk është vetëm krimi. Problemi është lidhja mes krimit dhe shtetit. Ka disa raste, nga çështja e Tahirit, tek droga 40 milion euro në frakull që u doli ish kryetari komunës tuaj, që ishte dhe drejtor në atë kohë, e shumë drejtoruca e deputet që ju keni vendosur. Këto nuk janë opinione as politike dhe as opinione publike. Këto janë fakte konkrete, janë fakte dhe janë vlerësime të institucioneve europiane që monitorojnë krimin e organizuar në kontinent. Pra ndërsa ju flisni për integrim europian, raportet europiane flasin për Shqipërinë si nyje e rëndësishme të trafikimit ndërkombëtar. Kjo është diferenca mes propagandës suaj dhe realitetit. Madje ky realitet ka prodhuar edhe tragjedi njerëzore. Në vitin 2024, për ju që nuk ju duket çështje emergjente, 7 emigrant humbën jetën në lumin Vjoz gjatë një operacioni të dyshuar për trafikim qenieve njerëzore. Ja ku e keni. Ka bërë lajm në të gjithë botën. Po kjo ju nuk ju duket çështje urgjente. Keni kohë, se duhet merreni me protestat, s'keni faj. Protestat janë urgjente. Çoni Apache, helikopter, antitanqe, ka protestat. Për këto jo. 70 njerëz i humbën, po për ju s'është urgjente. Përsëri, askush në këtë rast nuk mbajti përgjegjësi. Në Shqipëri, në fakt, përgjegjësi duhet kishte mbajtur qoftë ministri i Brendshëm, por mbi të gjitha duhet mbaj kryeministri. As nuk kërkuat falje, sepse në Shqipërinë e Edi Ramës përgjegjësia është zhdukur, bashkë me shtetin ligjor. Prandaj dhe kur refuzon të vi këtu, refuzon se nuk do të mbajë përgjegjësi. Refuzon se nuk do të përballet me të vërtetën, sepse ky nuk njeh më as ligj as shtet, prandaj dhe mohohen interpelancat pa përmendur asnjë nen. Se këtu s'ka më nen, s'ka më ligj. Tu ka vetëm një pushtet në duart e një njeriu që pagohet me 5-6 biznesmen tjerë, edhe një 30 kartele drogës që kontrollojnë gjithçka. Si ka mundësi që Shqipëria shfaqet vazhdimisht në operacione ndërkombëtare kundër trafikimit të emigrantëve? Si ka mundësi që organizata të tëra kriminale arrin të veprojnë për vite të tëra pa u goditur? Si ka mundësi që qindra e mira persona kalojnë përmes territorit shqiptar, ndërsa qeveria pretendon se gjithçka është nën kontroll? Dhe kjo nuk është akuzë imja, sa po e pa tani live. Çdo gjë është në kontroll, tha. Çdo gjë është në kontroll. Gënjen Europa, gënjen mbar bota, vetëm këta thonë të vërtetën. Dhe mbi të gjitha duhet ngrejmë pyetjen: kush përfiton nga kjo veprimtari? Sepse krimi nuk ekziston në vakum. Ai ushqehet nga korrupsioni, ai mbrohet nga heshtja, ai forcohet nga pandëshkueshmëria. Shqiptarët e dinë këtë, prandaj nuk ju besojnë më. Prandaj i keni në sheshe. Ata shohin se ndërsa fëmijët e tyre largohen nga vendi, organizatat kriminale pasurohen dhe nga kriminal, nga trafikant droge e kthehen në biznesmen. Ata shohin se ndërsa të rinj shqiptar nuk gjejnë mundësi, Shqipëria përmendet në raportet ndërkombëtare për trafikimin e drogës, pastrimin e parave dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Ata shikojnë se sot nuk mund të blejnë një apartament, sepse paratë e këtyre karteleve pastrohen sektorin e ndërtimit, duke rritur fiktivisht çmimin e apartamenteve. E sot një shqiptari i duhet 19 vjet
të punojë për të blerë qoftë edhe një shtëpi. Ky është modeli i një shteti që ka humbur kontrollin mbi territorin, mbi institucionet dhe mbi ligjin. Prandaj sot ju them se kjo nuk është thjesht një çështje e rendit publik, kjo është një çështje e sigurisë kombëtare dhe është absolutisht emergjente, se siguria kombëtare është emergjente. Kjo është një çështje që prek të ardhmen e vendit dhe për këtë situatë përgjegjësia politike ka emrin e ministrave të brendshëm, të cilët kanë kaluar nga njëri tek tjetri dhe mbi gjitha ka emrin e Edi Ramës. Ju mund të vazhdoni me tezën tuaj të zakonshme se fajin e ka opozita. Mund të vazhdoni të thoni se opozita që nga përgjegjëse për krimin, për korrupsionin, për trafikimin e emigrantëve, për pastrimin e parave dhe për çdo skandal që shpërthen në këtë vend. Por shqiptarët e dinë vërtetën. Opozita nuk ka qeverisur këto 13 vite. Opozita nuk kontrollon policinë. Opozita nuk kontrollon ministrinë. Opozita nuk lëshon viza, nuk firmos kontrata pune, nuk emëron drejtor dhe nuk administron kufijtë e Republikës së Shqipërisë. Ato janë gjitha përgjegjësi të një qeverie e cila sot fatkeqësisht është aty si rrjedhoj e vjedhjes votës, presioneve me kartelet e drogës ndaj qytetarëve të cilët nuk po i lejnë më të votojnë, as të thonë më fjalën e tyre dhe ndaj dhe i dhunojnë nëpër protesta pikërisht me urdhrin e prorëve që i shërbejnë krimit, i shërbejnë karteleve, i shërbejnë trafikut të qenieve njerëzore. Prandaj nuk mund të kërkoni lavdi kur diçka shkon mirë dhe kur të kërkoni fajtorët diku tjetër kur gjërat shkojnë edhe më keq. Dhe sa herë që përpiqeni t'ia hidhni fajin opozitës, në fakt po pranoni paaftësinë tuaj për të ushtruar pushtetin që keni grumbulluar në duart tuaja, ose më saktë që keni vjedhur në duart tuaja. Sepse në fund të ditës, qytetarët nuk gjykojnë një person që denoncon, por gjykojnë atë të cilin ka detyrën për t'u përgjigjur dhe për të dhënë llogari. Dhe këtu do të ngrejmë pyetjen. Në qoftë se ju nuk vini t'jepni llogari në parlament, në qoftë se ju nuk vini t'jepni llogari në komisione, në qoftë se ju nuk shkoni t'jepni llogari përpara qytetarëve, në qoftë se ju nuk mbani përgjegjësi për këtë situata, ngrihet pyetja, kjo qeveri për çfarë duhet? A duhet qëndrojë më kjo qeveri? Si mund të vini këtu dhe të kërkoni vazhdimsinë e këtij pushteti kur ju vetë personalisht largoheni dhe distancoheni nga përgjegjësitë tuaja? Ju e doni pushtetin vetëm për t'u pasuruar. Ju e doni pushtetin vetëm për të mbrojtur paratë tuaja, për të mbrojtur biznesmenët tuaj, për të mbrojtur projektet tuaja. Nga projektet si aeroporti i Vlorës, që s'flet kush, e deri tek projekti e rrugëve infrastrukturës me 20 apo 30 milion euro kilometri, ku u protestua për 420 ditë kundër atij pushteti dhe ku u bën 1800 arrestime e qindra qytetarë të çuar në spital. Qindra qytetarë të çuar në spital. Apo projekti famkeq i teatrit kombëtar. Të gjitha të bëra me dhunën e gambales të një policie që mbyll syt, e prorët e asaj policie mbyllin syt përballë krimeve. Dhe të vish këtu, të na akuzosh ne, kolegët mi me cilët mund mos t'jem dakord për shumë gjëra, dhe të vish të thuash se e keni zërin kështu dhe e keni zërin ashtu, mbase zëri jon mund mos t'jetë shumë i bukur, aq i bukur sa është zëri juaj. Po shpirti dhe zemra jon është e pastër, ndryshe nga shpirti dhe zemra juaj i zi e zez, që ka larguar trind dhe trejat e vendit në emigracion, që i ka quar në gomone, ndërkohë që ju pasuroheni çdo ditë duke fjetur me krimin. Dhe vini në sallë për humbje jete, thoni këto nuk janë çështje emergjente. Unë nuk e di se si do shkoni ju atje lart, po këtu poshtë ju jeni turpi i turpit të njerëzimit.